Në botën e krimit, disa emra janë të lidhur me ikona të fuqishme dhe të frikshme që kanë lënë shenjë të pashlyeshme në histori. E njëjtë mund të thuhet edhe për një figurë që është bërë sinonimi i paranojës, frikës dhe fshehjes së vazhdueshme. Ky është një njeri që ka jetuar në hijen e identiteteve të shumta, duke u ngjitur në majat e errta të botës së drogës dhe arratisjeve spektakolare. Nga Shqipëria në Amerikën Latine, ai ka mbetur një mister për shumë, por gjithsesi një emër që të gjithë e njohin. Në Itali, Spanjë, Ekuador dhe kudo tjetër, ai është bërë një legjendë tronditëse. Ky është Dritan Rexhepi, njeriu që ka kaluar 20 vjet duke u fshehur pas ndryshimeve të shumta të emrave dhe identiteteve, duke kaluar përmes ndryshimeve të thella që do të shkatërronin jetën e çdo njeriu tjetër, por jo të tij. Në Itali, ai është njohur si Pablo Escobar i shqiptar, një emër që ka ngritur frikë dhe respekt njëkohësisht. Në Ekuador, e thërrisnin narkombreti Quitos, ose truri i kartelit shqiptar, një figurë që ka udhëhequr një rrjet të fuqishëm dhe të frikshëm të tregëtisë së drogës. Kur ishte i burgosur në këtë vend, të dënuarit i thërrisnin Julio, një pseudonim që e ndihmonte të mbante fshehur identitetin e tij të vërtet. Në Spanjë, njihet si mjeshtri i arratisjeve, një njeri që ka mundur të shpëtojë nga duar të forta të drejtësisë me anë të manovrave që dukeshin të pamundura. Ndërsa në Shqipëri, emri i tij është më i thjeshtë, Dritan Rexhepi, një djalë nga Vlora, por historia e tij është aq e errët sa që i ka kaluar kufijtë e imagjinatës. Por emri i tij i vërtet është Gramoz. Historia e tij është gjithashtu një pasqyrë e një jete që ka kaluar nëpërmjet shumë ndryshimeve, duke shpërndar identitete dhe histori të falsifikuara si një mjeshtër i mashtrimit. Për 20 vjet, ai ka jetuar në 6 emra të ndryshëm, duke u fshehur pas tyre dhe duke ndjekur një rrugë që të tjerët do ta kishin të pamundur ta kalonin. Në vitin 2004, ai vendosi të ndryshonte emrin nga Gramoz në Dritan dhe të ndryshonte edhe emrin e babait nga Luan në Pelivan, një manovër që i mundësoi të krijonte një identitet të ri. Në tetor të vitit 2011, ai mori një tjetër hap, duke përdorur një identitet të vjedhur, Lulzim Murataj, një person nga fshati Kot, dhe kështu siguroi një pasaport biometrike. Por ky nuk ishte fundi. Ai përdorte gjithashtu një tjetër identitet, atë të Edmir Krajës, një lëvizje tjetër që i mundësoi të manipulojë sistemin dhe të mbante më shumë mundësi për arratisje. Kur u arrestua në Ekuador në vitin 2014, ai kishte me vete një pasaport greke të falsifikuar me emrin Ioannis Dionisopoulos, një tjetër mashtrim i planifikuar për të mbajtur larg duarve të drejtësisë. Por ajo që ndodhi më pas ishte akoma më e tronditshme. Kur u kap në Istanbul, ju sekuestrua një pasaport kolumbiane falsifikuar me fotografinë e tij dhe emrin e rrem Benjamin Omar Perez Garcia, një tjetër identitet që e mbante nën kontroll. I gjithë ky labirint identitetesh është pjesë e një historie të paimagjinueshme të njeriu që ka përdorur çdo mundësi dhe mashtrim për të mbijetuar, duke lënë pas një gjurmë të frikshme krimi dhe manipulimi. Dritan Rexhepi është bërë një nga kokat më të rrezikshme të krimit në Shqipëri dhe një emër që tremb autoritetet në Amerikën Latine. Pas përfshirjesh në krime të rënda, ai është kërkuar nga shtetet më të fuqishme për akuzat që lidheshin me vrasje dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Emri i tij është i njohur si një simbol i botës së errët të krimit ndërkombëtar, ku ka lënë pas një gjurmë të frikshme. Rexhepi është një njeri që ka ndërruar identitete, ka shpëtuar nga duart e drejtësisë dhe ka ndërtuar një rrjet të fuqishëm të krimit që ka operuar në shumë shtete. Ai është kërkuar nga 7 shtete të ndryshme për vepra të tilla si vrasje dhe trafik narkotikësh, duke u bërë një nga figurat më të frikshme të botës së krimit. Një nga ngjarjet më të rëndësishme që shënoi rrugën e tij të errët ka ndodhur më 6 tetor të vitit 1999, kur Dritan Rexhepi, atëherë vetëm 19 vjeç, u akuzua për vrasjen e një polici në Krujë. Ky krim do të shënonte fillimin e një periudhe të gjatë të arratisjeve dhe konflikteve, që do ta bënin atë një emër të njohur në Shqipëri dhe jashtë saj. Ai u dënua në mungesë me 25 vjet burg nga gjykata e krimeve të rënda për vrasje me paramendim të punonjësit të policisë, Durim Kasmi, dhe për plagosjen e rëndë të qytetarit Ramazan Bakiu, i cili vdiq 2 ditë pas ngjarjes. Ngjarja e tmerrshme ndodhi në qendër të Krujës, në lokalin e Ramazan Bakiut, ku 2 persona, mes të cilëve Rexhepi, qëlluan me armë zjarri automatike. Si pasojë e goditjeve, Kasmi vdiq në vend
ndërsa Bakiu mbeti i plagosur rënd, duke ndërruar jetë pak ditë më pas. Ky krim u pasua nga një tjetër vrasje të një oficeri policie, Arben Keqi, disa muaj më parë, që ndodhi në Krujë. Një ngjarje që krijoi një atmosferë hakmarrjeje midis policëve të vrarë dhe pjesëtarëve të fisit Haka. Procesi gjyqësor për Recepin filloi në vitin 2009 dhe përfundoi në 6 qershor 2013, kur ai u deklarua i fajshëm për vrasjen në rrethana të cilësuara dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Gjatë gjykimit, u konstatuan prova të pakundërshtueshme, duke e përfshirë dëshmitë e ish bashkëpandehurit të tij, Shefqet Seferit, të cilat i dhanë gjykatës një pasqyrë të qartë të ngjarjeve. Në vendimin e gjykatës, u theksua se vrasja e policit Kasmi nuk ishte një akt i motivuar nga detyra, por ishte një hakmarrje për një ngjarje të mëparshme që kishte ndodhur në këtë qytet. Ky akt i dhunshëm dhe pasojat e tij ishin vetëm një hap në një karrierë kriminale që do të shtrihej nëpër shumë shtete të tjera, duke e bërë Dritan Recepin një emër të frikshëm në historinë e krimit të organizuar. Dritan Recepi, një nga kriminalët më të kërkuar dhe më të rrezikshëm të kohës së tij, është bërë një emër që i tremb jo vetëm Shqipërinë, por edhe shumë shtete të tjera, sidomos ato të Amerikës Latine. I njohur për manipulimin e sistemeve të drejtësisë dhe arratisjet spektakolare që ai ka realizuar, Recepi kalon pas një rrugëtim të errët në botën e krimit ndërkombëtar. Ai është kërkuar nga shumë shtete për vrasje, trafikim droge dhe njëmori krimesh të tjera të rënda. Historia e tij është një rrëfim i paimagjinueshëm për forcën e tij në krim, aftësinë për t'u fshehur dhe për t'u larguar nga duart e drejtësisë, duke përdorur çdo mundësi që i ofrohej. Mëngjesin e datës 26 janar të vitit 2006, autoritetet e Tiranës njoftuan se kishin arritur të ndalnin 2 individ të dyshuar si vrasës me pagesë, të cilët po fshiheshin në një bar të njohur në Hotel Tirana. Njëri prej tyre ishte Dritan Recepi, ndërsa tjetri një shok i tij, i cili gjithashtu kishte të njëjtat akuza mbi supe. Policia e Tiranës raportoi se të 2 individët ishin të armatosur dhe se ishin kapur pas një kontrolli të detajuar. Pas verifikimeve të nevojshme dhe duke ju nënshtruar një sigurie të lartë, ata u transferuan në policinë e Durrësit. Dritan Recepi ishte një person në kërkim nga autoritetet e Durrësit për vrasjen e një polici në 1999 në Krujë. Pas arrestimit, ai u mbajt në burgun e Durrësit për disa ditë, përpara se të dilte para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë që do t'i vendosej. Ajo që ndodhi pas 2 ditësh ishte një nga arratisjet më të famshme të tij. Në një moment, një derë e hapur, mundësisht e lënë qëllimisht pa kujdes, u shfrytëzua nga Recepi për t'u larguar nga duart e drejtësisë. Pasi e la shënim një efektiv që po merrte dëshminë e tij, ai arriti të largohej nga korridori dhe të fshihej për të dërguar një mesazh të fortë për të gjithë, se ai ishte më i shpejt dhe më i mençur se çdo autoritet. Ky moment shënoi fillimin e një periudhe të re në jetën e tij, ku ai arriti të fshihej nga duart e drejtësisë dhe të arratisej drejt Holandës. Atje ai u arrestua për herë të parë për trafikim droge dhe vazhdoi arratisjet e tij në vende të tjera si Italia, Spanja dhe Belgjika, ku njihej për aftësitë e tij për të shpëtuar nga çdo tentativë kapjeje. Pas këtyre ngjarjeve, Recepi u bë i njohur për titullin e tij si mjeshtri i arratisjeve. Një tjetër ngjarje e rëndësishme në jetën e Dritan Recepit ndodhi në 17 mars të vitit 2011, kur ai, së bashku me 2 të tjerë, arratiseshin nga burgu i sigurisë së lartë i Vogueras në Itali. Të tre ata ishin një individ të rrezikshëm dhe kishin lidhje me krime të rënda. Policia italiane e shpalli alarmin dhe mori masa të shpejta pas arratisjes së tyre. Pas kësaj, Recepi dhe 2 të tjerët u identifikuan si të arratisurit që përbënin një kërcënim të madh për rendin dhe sigurinë publike. Pas arratisjes, Recepi u arrestua në Barcelonë, ku përveç arrestimit për krime të tjera, ai ishte i dyshuar edhe për një grabitje spektakolare të një banke të madhe gjatë finales së Champions League në vitin 2011. Ky episod bëri që ai të përfshihej edhe më shumë në media dhe të bëj objekt i interesit të policisë ndërkombëtare. Pas arrestimit në Spanjë, Recepi u ekstradua në Belgjik, ku kërkohej për trafik narkotikësh. Ai u mbajti izoluar në burgun Merksplas të Antwerp, por duket se një njeri që ishte arratisur nga një burg me siguri të lartë, siç ishte ai në Itali, nuk kishte shumë vështirësi të largohej edhe nga një burg belg. Pasi kishte vetëm 2 gardian, ai e shfrytëzoi rastin dhe u arratis edhe nga atje, duke shkaktuar një tjetër alarm të madh. Pas një periudhe arratisjesh që e quan nëpër disa shtete të Evropës,
Drejtari Rexhepi u arrestua në Ekuador në 27 qershor të vitit 2014. Ai ishte i përfshirë në një grup kriminal që u kap me një sasi të madhe droge, 278 kg kokainë. Gjatë arrestimit, ai përdorte një identitet të rrem dhe kishte ndryshuar pamjen e tij për të shmangur identifikimin. Fillimisht, autoritetet nuk mundën ta lidhnin emrin e tij të vërtet, pasi ai kishte përdorur disa emra të ndryshëm. Megjithatë, pas verifikimeve të gjurmëve të gishtave nga Interpoli, u zbulua se personi i arratisur ishte pikërisht Dritan Rexhepi, i kërkuar nga 5 shtete, përfshirë Shqipërinë, Italinë, Belgjikën dhe Spanjën. Në vitin 2015 ai dënua me 13 vjet burg për trafikim droge dhe u burgos në Guayaquil. Pas disa viteve të kaluara në këtë burg, ai u transferua në burgun e Latacungas, duke vazhduar të shërbente dënimin e tij në vitin 2021, kur ai mbeti një nga të kërkuarit më të njohur për autoritetet ndërkombëtare. Gjatë periudhës kur Dritan Rexhepi po vuante dënimin e tij 13 vjeçar në Ekuador, emri i tij u shfaq përsëri në Shqipëri, lidhur me ngjarjen e rrëmbimit të Jan Prengës, i cili u zhduk në janar të vitit 2020. Rexhepi u hetua për rolin e tij si një nga organizatorët kryesor të kësaj ngjarje, e cila lidhej ngushtësisht me zhdukjen e një sasie kokaine që kishte humbur në Angli. Ky zhvillim tregonte se Rexhepi vazhdonte të kishte ndikim në tregun ndërkombëtar të drogës, edhe pse ishte ende i burgosur. Më 28 janar të vitit 2020, policia dhe prokuroria njoftuan se kishin arritur të zbulonin disa detaje të rëndësishme lidhur me rrëmbimin dhe Rexhepi ishte i dyshuari kryesor për rolin e tij si organizator i kësaj ngjarjeje të rëndë. Përmes hetimeve, emrat e të dyshuarve të përfshirë për pengmarrjen e Jan Prengës u bën të njohur, falë dëshmisë të vëllait të tij, Anton Prenga. Ky i fundit, i cili jetonte në Angli, udhëtoi drejt Shqipërisë më një herë pas ngjarjes për të marrë pjesë në negociata dhe për të dhënë dëshminë e tij. Në dokumentet e prokurorisë, ai kishte renditur me detaje bisedat që kishte zhvilluar me organizatorët dhe takimet që kishte pasur me ta. Anton Prenga ka shpjeguar se ngjarja e rrëmbimit kishte lidhje me një grabitje të një sasie të konsiderueshme kokaine në Angli, operacion që ishte realizuar nga vëllai i tij Astrid Prenga, së bashku me mikun e familjes Gëzim Shullani, një shtetas rumun dhe një tjetër shqiptar të quajtur Julian. Në dëshminë e tij, Anton Prenga ka zbuluar gjithashtu se kishte pasur telefonata të vazhdueshme me një person të quajtur Gramoz nga Vlora, i cili i kishte kërcënuar vëllain e tij, Ndrek Prengën, i cili ndodhej në burg në atë kohë. Gramozi kishte kërkuar që të mos bënin gabime me gjërat e tyre, një term që ishte i përdorur për të nënkuptuar kokainën. Po ashtu, një kërcënim të ngjashëm kishte marrë edhe nga Gentian Doçi, një tjetër personi i përfshirë në këtë rrjet të trafikimit. Vëllain tim, Ndrek Prenga, e ka marrë në telefon një shtetas i cili është prezantuar me emrin Gramozi nga Vlora dhe i ka thënë mos bëni gabim të luani gjërat pasi janë gjërat tona. Dua të shpjegoj se Ndreka ka pasur në burgun ku ndodhet një telefon celular me të cilin ka filluar të komunikojë me personin nga Vlora që quhej Gramoz. Ky person, Gramozi, i ka treguar Ndrekës se ndodhi në burg në Ekuador. Gramozi gjithashtu i ka thënë se sasia prej 260 kg ishte e tij dhe disa personave të tjerë. Pas rrëmbimit të vëllait, ka hyrë në kontakte sërish Gramozi, i cili ka komunikuar me Ndrekën, të cilit i ka pohuar se unë e di se si janë gjërat, por unë ju jap besën. Ktheni pjesën tuaj se do të lirohet pengu. Çka nën kuptonte se duhet të kthenin pjesën e mallit që kishte marrë vëllai i Mastriti me Gëzim Shullanin. Pasi kanë folur me Gramozin, vëllai i Mastriti së bashku me Gëzimin kanë kthyer sasinë prej 106 kg lëndë narkotike në Londër disa personave nga shteti i Polonisë, të cilët i kishte dërguar Gramozi me Gentian Doçin. Ka qenë data 22 janar 2020 ku është kthyer malli dhe pa atë ditë Gramozi ka kontaktuar në telefon me Ndrekën, Astridin dhe Gëzimin dhe u ka thënë se brenda 2 orësh vëllai i marr peng Jan Prenga do lirohet. Pasi kemi pritur 2-3 orë dhe vëllai s'po lirohej, të nesërmen ka folur vëllai im Ndreka me Gramozin dhe ai i ka thënë që s'ka mundësi që nuk është liruar dhe i ka thënë më jep pak kohë të kontaktoj me personat se pse nuk është liruar. Gramozi gjithashtu i ka thënë vëllait të mos shqetësojë, se vëllai ishte shëndoshë mirë dhe do të lirohet pasi t'i dalë malli personi që përmendi ai më lart. Pasi ka kaluar sërish kohë dhe vëllai s'po lirohej, vëllai im Ndreka ka kontaktuar sërish me telefon me Gramozin dhe në këtë moment Gramozi ka thënë se më kanë lëvizur nga fjala ata personat. Unë të detyrohem të jap emrat e tyre. Në seancën e 13 shkurtit, Dritan Rexhepi ka folur për herë të parë gjatë procesit gjyqësor nga GKK. Ai ka mohuar çdo lidhje me Gentian Fulniqin.
duke deklaruar se nuk e ka parë kurrë në jetën e tij dhe se do ta vërtetojë këtë me prova. Rexhepi ka sqaruar gjithashtu se në kohën e ngjarjes ndodhi në burgun e Pratos, në siguri të lartë, për shkak të një procesi në apelin e Firenzes. Në burgun e Pratos kam qenë në sigurinë e lartë pasi kisha apelin në Firenze dhe më mbajton 10 ditë. Nuk e njoh, nuk e kam parë ndonjëherë në jetën time Gentian Funiqin. Do ta faktoj këtë prokurorëve me prova në vijim. Jan Prenga u rrëmbye në zonën e Kamzës në janar të vitit 2020, ndërkohë që edhe pse kanë kaluar disa vite nga ky krim, trupi nuk është gjendur ende. Dritan Rexhepi u arrestua mbrëmjen e 9 nëntorit 2023 në lagjen Bejli Duzu në perëndim të Stambollit. Operacioni për kapjen e tij u kodua kartel dhe ishte kompleks. Një operacion i shërbimeve inteligjente i koduar nga shërbimi ndërkombëtar i bashkëpunimit policor me sekretarinë e përgjithshme të Interpol, shërbimit qendror operativ i policisë italiane dhe agjencia antidroge antikontrabande e Turqisë. Ministri i punëve të brendshme të Turqisë, Ali Yerlikaya, disa orë pas arrestimit më 10 nëntor 2023, dha detaje për operacionin që ai e konsideroi të një rëndësie të veçantë. Ministri turk deklaroi se vendodhja e Dritan Rexhepit u përcaktua si rezultat i punës së përbashkët të kryer nga dega kundër krimeve narkotike, dega inteligjencës, dega kundër kontrabandës dhe kalimit kufitar të emigrantëve dhe shkëmbim të informacionit me policinë italiane. Gjatë operacionit karteli të zhvilluar në Stamboll, u kap Dritan Rexhepi, kreu i kartelit të drogës me emrin Kompania Bello, i cili kërkoi nga autoritetet italiane dhe shqiptare dhe transportonte drogë nga Amerika e Jugut në Europë. Unë dua që kombi ynë i dashur ta di këtë. Ne jemi të vendosur të pastrojmë vendin tonë nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare të krimit të organizuar dhe trafikantët e drogës. U konstatua se Rexhepi, i cili ndiqej ndërkombëtarisht nga drejtoria jon kundër krimeve narkotike dhe drejtoria e inteligjencës së policisë së Stambollit, nën koordinimin e drejtorisë së përgjithshme të sigurisë, ka hyrë në vendin tonë nga aeroporti i Stambollit me pasaportë kolumbiane, të regjistruar në emër të Benjamin Omar Perez Garcia. Menjëherë është kryer operacioni karteli për kapjen e Dritan Rexhepit. Kartelet shqiptare janë një fenomen i njohur që ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtarisht për shkak të aktivitetit të tyre kriminal dhe ndikimit të madh që kanë në tregun global të drogës, dhe rasti i Dritan Rexhepit është një ndër ato raste që ka bërë më shumë bujë. Shqipëria është një pikë kyçe për kalimin e drogës nga Amerika Latine në Evropë përmes Ballkanit, çka i bën kartelet shqiptare të veprojnë si ndërmjetës dhe distribues të drogës për tregjet ndërkombëtare. Por a është arrestimi i tij i fundit që ai të stopoi kokën më të rrezikshme të krimit?